edhe puna e protestave të fundit. Në lidhje me rastin, nuk është i vetëm, ka shumë raste të gjykimit të shqiptarëve pa fakte, argumente dhe motive, edhe dëshmitar. E drejta e protestave është e drejtë që e lejon ky ligj i këtij shtetit. Dhe se muslimanët dhe shqiptarët e këtij vendit, nëse shihet e arsyeshme se nuk nalet zullumin dhe tyre përveç se me protesta, është metodë e duhur momente të caktuara sipas rregullave që të përdoret për të artikuluar pakënaqësi. Mirë po ato vazhdimisht duhet të kenë parasysh, të ketë udhëheqës, të ketë organizator, edhe të ketë njerëz që e ruajnë protestën prej devijimit edhe keq përdorimit. Edhe xhumon e kalume, njëra prej shkaqeve që u turpnumna si musliman dhe si shqiptar, është shkaku se dikush e keq përdor atë protestë. Dhe për këtë shkak, na kemi duhet të gjithë të kontribojmë që nëse është protestë paqësore kena me e. Nëse do luftë e ka rregulla tjera. Edhe këtu do të jemi shumë të vendosur, se nuk turpnohen vetë veta që e bëjnë problemin, turpnohemi gjithë populli, gjithë muslimanët. Po edhe me hesh ka shqizullumi që bëhet nuk bën, atë kemi nevojë na që të jemi pjesë e proceseve, të i dhonë orientim dhe udhëzim të duhur për ta mbrojtur nga devijimi dhe për të përçuar mesazhin e pakënaqësisë që ekziston tek i popull për shkak se politikanët nuk i përfaqësojnë ata interesat e popullit vet dhe në anën tjetër ai pushtet i bën zullum vazhdueshëm popullit tonë. Në këtë formë atëherë edhe çon mesazhin edhe nuk lejon dikush mu kënaq të përgjak shqiptarit të përgjak muslimanin. Edhe na pas e tjerë kur i shohim ata të përgjakun, normalisht se revoltohemi, e irnohemi, e blefosemi, na shtohet ajo nervoza, mirë po çka? Mbetemi vesh muhabetin apo çajtore në kafe që i bëjmë pasaj dhe kur gjatë mundesh me bëj më shumë se kjo. Nëse na kontribuojmë të gjithë që këto protesta të organizohen, domthonë me organizator të njohur, me udhëheqës të njohur, me mbrojtje të protestave, me sipas rregullave, pa i thyer ato rregulla, atëherë edhe artikulon interesin edhe mbron secili fuqse neve çdo djalë i ri që është rre, që është dëmtuar në dhimbët. Mirë po kush e boni sebepin dikush që ndoshta kërkosh për neve se njëf. Edhe doli një qizime se njëri prej atyve që e ka nis goditjen me gur ka qenë njërë i infiltruar. Se njëri godit ke policin ka protestuesit, pastaj godit ke protestuesit për pas policëve. I njëjti njëri. Pra të më këna të menqur, vigilent, kujdeshëm që mos bëhemi viktim e lojrave të ndyta që i bëjnë njerëz të caktuar për intereset e veta të vogla. Por të artikulojmë edhe të kemi guximin edhe vullnetin, po edhe urtësinë. Na nuk flasim që të bëhemi si bdele, si pula, por edhe jo të bëhemi agresiv pa kuni far udhëzimi edhe pa kuni far kaje. Të urtë edhe të guximshëm edhe të vullnetshëm e pastaj të lutim Allahun për të kalim situatës dhe për dalje në shesh të vërtetës edhe dominim të drejtësisë inshallah taala.